Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 11. Data 11 do të thot një ditë mjaft e rëndësishme, një ditë që kërkon vëmendje, kërkon kohë dhe jo vetëm. Data 11 korrik. Data 11 korrik do të thot një ditë mjaft e rëndësishme sepse lidhet shumë me punën aktuale dhe jo vetëm. Dita mban një atmosferë shumë të ndjeshme sepse dielli dhe Mërkuri në ndikimin e retrograd që është Mërkuri vazhdojnë lëvizjet në gafore, duke theksuar familjen, shtëpinë, kujtimet, emocionet, marrëdhëniet e afërta dhe çështjet që lidhen me të kaluarën. Nuk është një ditë për vendime të nxituara sepse mendja mund të kthehet pas, zemra mund të të reagojë fort dhe disa bisedime që mund të hapin ca tema që nuk janë mbyllur plotësisht. Kjo është një ditë ku duhet të dëgjojmë më shumë sa të flasim, të vëzhgojmë dhe të mos kërkojmë përgjigje përfundimtare nga njerëzit që vetë janë ende në proces mendimi. Ndikohet shumë gaforia, bricapi, dashja dhe peshorja, sidomos të ditëqit të tretë, ose ata që kanë ascendente apo planete personale në këto shenja. Për këtë shenja dita mund të sjellë rikthime të një bisede në çështje familjare, një kujtim në një dokument, një vendim për shtëpinë, ose një ndjenjë që kërkon sqarim. Për shenjat e ujit, siç është gafori, akrepi dhe peshqit, dita mund të jetë më intuitive dhe më e brendshme, ndërsa për shenjat ndikuese përballë ka të bëjnë shumë dhe kanë ndikime vendimtare. Dita është e mirë për shikim dokumentash, për biseda familjare, për rregullime të shtëpisë, për të pasur çfarë duhet të riparuar, por kujdes nga emocionet e tepërta sepse ju prishin atë ekuilibrin që ju veprisni. Për marrëdhëniet dita favorizon shumë për sa përket debatit që keni pasur në të kaluarën apo sinqeritetin tuaj që favorizon ultimatumin, favorizon gjëra që ka të bëjnë për financat. Është mirë që kontrollet shpenzimet të familjes por jo të bën blerje të mëdha ose vendime përfundimtare për pronën, nëse dokumentat nuk janë plotësisht të qarta. Duhet kujdes për nostalgjinë me fjalët që thuhen nga plagët e vjetra. Plagët e vjetra, nëse i gëricim, atëherë do kemi probleme në vendime të marra për shkak të frikës së humbjes dhe premtimeve që bëhen, vetëm për të qetësuar një situatë. Këshilla e ditës është mos nxitoni të mbyllni atë që ende kërkon kuptim. Sot fiton ai që dëgjon, jo ai që flet më shumë, me firmë, me vul Jorgo Pulla. Unë ua them, ju bëni si doje para zemrës tuaj. Jo se e thot Jorgo, por këtë e thon planetet, sepse ndikimi planetar ku jep një mundësi plus në ato çka bëhet, dhe neve jemi koshient për gjëra të mëdha, por nëse ne flasim më tepër se ç'duhet dhe nuk e marrim për bazë atë çka është e vërteta, dhe e vërteta nganjëherë është e hidhur. Prandaj mundoni shumë që të arrini në finish, mundoni shumë që juve të dini se çfarë doni të bëni dhe është një mundësi shumë e mirë për juve dhe pikërisht dita e shtunë ndihmon dhe reagoni shumë në gjërat e tjera që do të diktoj. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodhen në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim parashikimin të detajuar, atëherë duhet të klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjërat që juve doni, për gjërat që juve kërkoni, për gjërat që juve keni dhe dini shumë mirë çfarë doni të bëni dhe mundësitë të arta që do të keni tani atutje. Një nga ndryshimet dhe mundësitë të arta, një nga mundësitë që do të keni në favorin tuaj, mbi ndryshimin tuaj dhe momentin që do të keni, është një nga cilësitë më të mira të punës suaj, të karrierës suaj dhe të anës pozicionimit të planeteve. Në anën tjetër është dhe një moment mjaft i mbar në ndryshimet e tjera, por nëse dëshironi parashikimet e detajuara, kemi faqen roz atje. Atje mund të shikoni dhe më pas atë që ju pëlqen, mund shkoni tek sekretaria dhe më pas mund të flasim duke dërguar emailin tuaj, flasim në Viber apo në WhatsApp dhe zgjidhim çështje problematike dhe si funksionon shërbimi për sa përket për marrjen e parashikimeve të paketeve apo diçka tjetër. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për drejt përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, meqenëse se dashi duket se e ka marrë si hov, ka marrë mundësinë, ka kohën dhe vazhdimsinë. Një nga mundësitë më të arta që ka shenjës së dashit për këtë ditë të shtune është një moment mjaft i mirë, tepër pozitiv në ekonomi dhe në vazhdimsi. Por meqenëse keni mundësinë dhe kohën e duhur për ndryshimin dhe mundësitë arta që do të vinë tani tutje, do të thotë që ka diçka mjaft të mirë dhe tepër pozitive, edhe pse i keni disa mundësi të arta,
por mund të shfrytëzoni më të mirë e mundshme sepse koha ka treguar që dini shumë mirë çfarë bëni, dini shumë mirë ku doni të shkoni. Mbi çështjet që lidhen me anën e dashurisë, duket se me ujor dhe me akrep ka diçka shumë të rëndësishme. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të ndikuese që do thotë shenja e demit. Meqense demi ka diçka shumë të madhe në këtë periudhë sepse pret diçka shumë të rëndësishme për zgjidhur problemin e vet, për zgjidhur gjërat që ka pasur, por çështjet ekonomike financiare dhe një moment mjaft i mirë dhe tepër ndikues në jetën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me virgjëreshtën e ditësit parë dhe me ujor ka diçka shumë të rëndësishme. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja tjetër tani, do shkojmë tek shenja e binjakëve, ku binjakët ndikojnë dhe diktojnë shumë në fushën e karrierës së tyre, por edhe diçka shumë të rëndësishme që e ajrit japin mundësi dhe verdiktin kryesor, edhe pse guvernatori tyre është në retrograd në kafore, por kjo nuk do të thotë se ka probleme, por do të thotë mbylljen e çështjeve së shkurës. Momenti dhe koha, periudhat e ndryshimit, ndikimet dhe favorizimet janë një nga mundësitë më të arta që do të keni dhe një moment i ndikimit të madh dhe i pozicionimit të planeteve, sepse i keni mundësitë dhe periudhën e duhur për ekonominë, e duhur për gjërat që doni të bëni dhe tani për tani i keni të gjitha mundësitë dhe periudhën që do ndodhin fenomenet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujorët e ditësit parë, me virgjëreshtë e ditësit tjetër është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek shenja e gaforës. Për sa përket gaforeve, meqense gaforet duket se tani për tani kanë momentin e duhur, kanë kohën dhe mundësitë. Mundësitë që vinë nga njëra anë kontrollojnë dhe nga ana tjetër rregullojnë, stabilizojnë anën ekonomike financiare, stabilizojnë biznesin dhe çështjet e tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë në fushën e karrierës suaj, në fushën e pozicionimit të planeteve, sepse është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv. Jeni korrekt me atë çka bëni, jeni korrekt me atë çka jeni, por disa persone që mund të bëjnë disa gjëra që pak a shumë mund të ndikohen ose mund të keni mundësinë e një takimi të plotësimit të dëshire ose të gjëra tjetër, por kjo nuk do thotë se ka problem. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me anën e pozicionit të planeteve, do thotë me dashët e ditësit tret, me akrepët e ditësit parë, ka ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Çfarë ndodh me luanët dhe ku luanët kanë momentin dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi? Po, është një mundësi shumë e mirë sepse stabilizimi dhe çështjet korrekte nga ana juaj është momenti dhe koha e ndryshimit të madh. Koha e ndryshimit të madh do thotë stabilizim, do thotë vazhdimsi, do thotë mundësi e artë në që juve keni të bëni. Por çështjet madhore dhe ekonomike, financiare, ndryshimet janë tani e tutje, ku luhet një rol shumë i rëndësishëm ekonomiko-financiar dhe një biznes shumë i rëndësishëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë të ditësit parë, me ujorët e ditësit tret që është perfektja, por edhe një periudhë mjaft e mirë që është vetë jeta, do të thotë me ndikime dhe stabilizime. Sidomos një ndikim shumë i madh që është me dëmtë të ditësit të tret ku ka diçka shumë të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Virgjëresha duket se tani në këtë periudhë, edhe pse ka pasur disa probleme të vogla, por janë kalimtare këto, për sa i përket punës së tyre, por arsyeja është një, që dua të stabilizoj punën time dhe ekonominë në vazhdim. Po është e mundur të bëhet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjakët e ditësit parë, me shigjetarët e ditësit tret është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për sa përket peshoreve, peshore duket se çdo gjë që luhet një rol i rëndësishëm në fushën tuaj, luhet një rol i rëndësishëm në ndryshimin e madh që do të keni dhe momentet e arta që keni tani tutje. Çështjet e studimeve dhe ndryshimeve të mëdha që keni, momentet e keni të bëni me ekonominë, keni të bëni me stabilizimin, keni të bëni me ndryshimin dhe gjërat që janë më të rëndësishme ka të bëjnë me punën aktuale dhe gjithashtu ka një ndikim shumë të madh sepse duke pasur parasysh gaforët e ditësit parë dhe ujorët e ditësit tret është diçka shumë perfekte, më shumë se çdo gjë tjetër, është koha juaj dhe mundësia e artë e çndonjëherë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për akrepët është e mundur që gjërat të ndodhin në një farë mënyre me punën tuaj, dhe ndodhin me disa gjëra që vërtet ka të bëjnë me ekonominë, vërtet ka të bëjnë me ndryshimin, por nuk do të thotë sepse ndryshe unë mendoj, ndryshe gjykoj. Ndryshe unë kam mundësinë e një nisme të re, për shembull,
ka një moment që është në ndikimin më të mirë të mushëm dhe koha që ndikohet në anën tuaj dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse ka të bëjë me ndryshimet, ka të bëjë me disa ndikime, por meqense ka të bëjnë me punën ose me gjërat e tjera, është momenti juaj dhe koha e duhur në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe ditëshit parë, me ujorët dhe ditëshit tretë, është perfekte dhe jo problematika. Por gjithashtu, ndikimet janë favorite dhe jo problematike. Shkojmë tek shenja e radhës, që thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se është momenti, është mundësia e artë, do të thosha unë, në lidhje me takimet, në lidhje me mundësitë që keni, por keni një ndikim shumë të mirë. Ka të bëjnë shumë me punën tuaj, ka të bëjnë shumë me atë ju se rrezikoni për gjërat që do të bëni ose rrezikoni për gjërat që do të keni, por juve arrini majat në ekonominë tuaj dhe në ndryshimin tuaj. Por një mundësi është e mirë. Për sa i përket punës, për sa i përket asaj çka keni dhe mundësive të artës që do të keni. Çështjet që kanë në anën e biznesit, në lidhje me punën, në lidhje me çështjet e karrierës, në lidhje me anën dhe pozicionimin e planeteve dhe të ndryshimit të madh që do të keni tani tutje, është koha juaj dhe stabilizimi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmtë të ditëshit parë, me ujorët të ditëshit tretë që është perfekta, por dhe një mundësi mjaft e mirë që është vetjeta, do thotë me gaforet të ditëshit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për bricapët, në fakt bricapët janë shumë të ndikuar tani tutje, ku është një mundësi shumë e mirë mbi anën dhe pozicionimin e planeteve, sepse kjo periudhë është periudhë ndikuese dhe shumë rrezatuese për ekonominë dhe stabilizimin e saj. Por në anën tjetër juve keni disa mundësi shumë të arta dhe momenti që juve keni dhe koha e duhur mbi atë që do të thotë punë, do të thotë karrierë, do të thotë ndryshim, do të thotë vazhdimsi. Është momenti dhe mundësia, është koha dhe vazhdimësia juaj mbi çështjet dhe karakteri juaj që ka të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e ditëshit parë, me dashjet e ditëshit të tretë, që është mundësia më e mirë mundshme dhe koha e duhur në nisma të reja. Kur duke pasur parasysh edhe një ndarje që keni pasur para disa kohëve, nëse keni mundësinë ta shikoni, është një ndikim shumë i madh sepse ka të qenë me peshore, por shikojeni ta rregulloni sepse është ditë e mirë për rregullime në lidhje të prishura. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë ujori. Për ujorët në fakt duket se kanë ndikime favorite, kanë ndikime mundësi të mira për ekonominë dhe për punën, po meqense keni pasur disa probleme të vogla ju, të janë kalimtare xhanë. Nuk i vë fare në refene, për shembull, për arsye të ekonomisë tuaj që keni të stabilizuar. Keni gjëra që do të ndikojnë në favorin tuaj. Keni gjëra që vërtet është momenti juaj dhe koha më e mirë e mundshme. Po gjitha këto përbëjnë një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me akrepët e ditëshit parë, me binjakët e ditëshit tretë, është perfekta, sado që duken të vërteta dhe janë të vërteta dhe duhet që juve me çdo kusht të ndiqni instinktin tuaj dhe mundësinë e artë që po vjen. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshore dhe me gafore janë të mbara, por me dem, edhe pse debatoni, por është lidhje e sigurt. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për peshqit, jo se e thot Jorgo dhe duhet që kjo të jetë me deu mos, si diçka shumë e madhe, por lidhje me punën. Lidhje me punën, miqtë e mi, jeni lodhur shumë për të arritur në finish, jeni lodhur shumë për të bërë diçka të rëndësishme dhe jeni akoma në fillimet e reja për punën tuaj, për karrierën tuaj, por kërkohet durim, miqtë e mi të dashur, kërkohet kohë, kërkohet mundësi, kërkohet vazhdimsi dhe koreksi. Meqense ky ndikim është një nga ndikimet më të mëdha, më të arta të qenë ndonjëherë, si pozicionim planetar, si ndikim planetar dhe mundësi e artë që mund të keni në anën tuaj, por gjithsesi kjo periudhë është një nga periudhat që vërtet ndikon dhe ndihmon mbi punën tuaj dhe karrierën tuaj, ndihmon mbi atë që juve jeni dhe keni, por edhe një mundësi shumë e mirë që është ndryshimi që do të keni, mundësi që do të jepet tani tutje, mundësit nga më të mirat mundshme dhe stabilizimi. Po, gjërat janë stabil, gjërat janë më të arta në anën tuaj, por dhe pozicionimi i planeteve që janë në anën më të mirë të mundshme për ndikimet që kanë bëjnë, sepse ka një diçka mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që është mbase nëse kur dhe si mund të bëhen. Është momenti më i mirë, mundshëm stabilizimi është i sigurt. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë në anën e dashurisë. Kemi me akrepin, për shembull, kemi me gaforen, të lidhjet e paqëndrueshme që duhet i bëni të qëndrueshme tani është koha juaj, por ajo që është më së sigurt është me virgjëresht të ditëshit parë, me dëmtë të ditëshit tretë, por me shigjetar është vetë jeta, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, ku është koha dhe mundësia e artë që ju e keni. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 11
korrik të 2026. Pas të ndajmë bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikime të detajuara, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja rose shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për të ndihmuar për gjithçka juve intereson. Duke blerë paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati për të dërguar emailin në tek sekretaria dhe flasim bashkë nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, ne doni të dërgoni mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për drejt përgjigje nga një rregulla më të mirë njëroj. Të mira.